Благодарам на почитувани Përfaqësues e nderuara të mediave, sot kishim ngjarje shumë frymëzuese me ministrin e sportit, Borko Ristovski, dhe me pleadën e herojnëve dhe sportistëve të Maqedonisë që zemrën e tyre e lanë në fush gjatë karrierave të tyre dhe arrinin rezultate të larta dhe në këtë mënyrë e promovonin atë dheun e tyre. Dëgjoj himna e Maqedonisë, valvite i flamuri i Maqedonisë dhe gjatë koha tek ta kishte ndjenjë se tërë këtë që e kanë bërë për shtetin, për atë dheun, për qytetarët, disi sikur është lënë hares. Prandaj, kjo qeveri, Ministria e Sportit, vendosi që të jap pension sportiv që do të jetë përhershme për të gjithë ata që nëpërmjet sukseseve ekipore, duke arritur gara botërore dhe europiane, siç është Liga e Kampionëve e kështu me radhë, e promovonin shtetin, i promovonin himnën e Maqedonisë dhe flamurin e Maqedonisë. Për një shumë e rëndësishme, si shtet që është në zemrën e Ballkanit, që është i vogël në numër, të fitojmë jo vetëm brenda këtu, por të fitojmë gjithku në botë. Të fitojmë me njohuri, me shkencë, me diplomaci të suksesshme, me argumente të fuqishme dhe me arsye, dhe këtë shumë herë kam përmendur gjatë këtyre fjalimeve para jush, gazetar dhe para opinionit, se ne çdo herë duhet të jemi të paktën dy fish më të suksesshëm se popujt më të mëdhenj. Së paku dy fish, kurse këta heronj që u shoqërova para pak çasteve dëshmuan se 3 fish apo më shumë fish kanë qenë më të fuqishëm dhe më konkurrues, më të frymëzuar, më të motivuar që të arrijnë rezultate europiane të larta në ekipet ku kanë luajtur dhe në këtë mënyrë ta promovojnë atë dheun e tyre. Një pjesë e tyre këtë e kanë bërë me ekipe maqedonase, duke fituar Ligën e Kampionëve në handball, parakisht ekipi i femrave i Kometal Gjorçe Petrov dhe 2 herë ekipi i handballit Vardar. Një pjesë e tyre e bën duke luajtur për ekipe të huaja nga vende tjera në Europë, Euroligë, fitues në Ligën e Kampionëve, siç është rasti i Darko Najdonski, Goran Pandev, Pero Antić e kështu me radhë. Andaj unë vërtet nuk kam çfarë të shtoj më shumë nga kjo që e thash, thjesht dua të përmend se vepra e tyre do të frymëzoj shumë sportistë të cilët pa marrë parasysh në sportet individuale apo ato kolektive do të shënojnë suksese dhe në këtë mënyrë do të promovojnë atë dheun e tyre. Nga emri im, edhe një herë dhe nga emri i qeverisë, e shfrytëzoj këtë rast që ti falenderoj dhe të shpreh mirënjohje për gjithçka që kanë bërë për Maqedoninë e tyre. Ju falenderoj. Nëse keni pyetje, urdhroni. Mikrofon. Cilën shkaku në këtë nuk ka komunitete tjera. Ka të komuniteteve tjera, nga popuj tjerë, ishte Angela Platon. Dhe të tjerë, mos ti numëroj, që në ndërkohë merr nën shqetësi maqedonase, sepse nuk është më nga Maqedonia, këtë sportistë të cilët kanë shënuar rezultate të larta në ekipet e tyre në garat ekipore, duke garuar në Europë dhe flasim vetëm për Ligën e Kampionëve.
është diçka që është shumë e rëndësishme për ne, apo Euroliga në basketbol. Ka format tjetër, nuk është Liga e Kampionëve, por është Euroliga. Kiril Lazarov, edhe pse ekipi i Vardarit ka marrë 2 liga të kampionëve, Kiril Lazarov ka marrë mirënjohje me ekip tjetër. Këtë e ka bërë edhe Pero Antic, apo legjendat si Panchev, Pandev, Ilja Najdovski e kështu me radhë. Sa i përket sporteve apo pensioneve individuale për rezultate në sport, këtu shumë kam pasur kujdes sepse i kam lexuar këto mbishkrime që u publikuan dje nga disa media, supozoj të dirigjuara nga partia opozitare, që edhe në këto raste kanë mesazh politik nga për ndarje, krim të inxhinieringut e kështu me radhë. Dua të përmend se në sportet individuale rezultatet e këtilla të larta, kur me përqindje të merret dhe që janë shpërblyer me këtë lloj të pensionit të përhershëm, ka 37% janë Maqedonas, mbi 20% janë shqiptar dhe të tjerët. Ndoshta do të ketë opozita tjetër do të ketë vërejtje, por kjo shpërndarje jam i sigurt se së shpejti do të kemi evenimente apo heronj të tjerë, pa marrë parasysh a në Maqedonës, shqiptar, turq, serb, vlle, rom, bosnjak e kështu me radhë, shtetas të Maqedonisë, që do të promovojnë shtetin e tyre në sportet individuale, por edhe në ato kolektive grupore, dhe do të arrijnë rezultate të larta duke fituar Ligën e Kampionëve, Euroligën në basketbol apo në sportet individuale, të na befasojnë dhe të na gëzojnë me medalje në lojrat olimpike, në kupe botërore dhe kupa europiane kështu me radhë. Faleminderit për pyetjen. A kishte sportist shqiptar në sportet kolektive? Përveç këta që i pat, nuk ka emra tjerë që kanë fituar Ligë të Kampionëve apo Euroligë. A mundet një koment për deklaratën e Filiqës se kjo qeverike është autoritare? Kështu. Unë e dëgjova këtë deklaratë. Dhe më vjen keq që është krijuar ndjenjë e këtill tek zotëri Filipçe, nuk e di çfarë e ka shkaktuar këtë ndjenjë. Përkundrazi, mendoj që lieri më të madhe në shoqëri se nga ky një vit qeveri në media nuk ka. Ndoshta duhet ta pyetni me çfarë kritere dhe parametra merr konkluzion të këtill. Por unë nuk mendoj që është kështu. Madje edhe nëse i shihni raportet nga institucionet me renome, do të shihni se në suazet e lirisë ne ngecim në suazet e reflektimit të lajmeve të rreme dhe të përpjekjeve që të bëhen spin, të devijojnë disa të vërteta. Por unë vërtet nuk e di si ka arritur deri në këtë konkluzion, mund ta këshilloj që pa marrë parasysh çfarë deklarate politike që vjen nga person jo kredibil, sidomos ato që e reflekton nuk e ndjejnë qytetarët, atëherë kjo i kthehet si bumerang, përveç që është PR i dobët për të politik, por edhe është në të kundërtën e tij. Kryeministër, ka më në fund vërtetim për takim mes delegacion Maqedonas dhe Bullgar në suazet e samitit e NATO-s. Deri në këtë moment, vërtetim të këtill nuk ka, por planifikoj këto ditë të dëgjohem me kryetarin e Koshta, sepse ishte ide e tij, e pranova pa rezervë. Me njerë tham, nuk ka problem.
a ka përgjigje nga pala tjetër? Si komentoni mesazhet e fundit nga Sofia Zyrtare, sidomos pas anulimit të votimit për raportin e progresit të Maqedonisë? Akuzuan për presion nga pala maqedonase. Radef madje thot se nuk mund të rinegociohet dhe se ky presion hap hapësirë që të ndjek çfarë bën qeveria e Maqedonisë. Ju faleminderit për pyetjen. Përgjigjen do ta ndaj në dy pjesë. Më vjen keq që aleati jonë në NATO sillet kështu ndaj një aleati të NATO-s. Por këtë e lë antarëve të tjerë aleat të reflektojnë. Unë nuk do të thjesht shpreh keqardhje sepse të shfrytëzohet si armë politike antarësimi në BE apo integrimi në vendit në Union dhe të zgjidhen çështjet bilaterale para disa shekujve, vërtet është diplomaci e papjekur. Por kështu ka vendosur politikanët bullgar, skena politike bullgare ka vendosur kështu, dhe kjo është kjo, nuk mund të them ata se si të sillen, por për ne që ajo që ishte rëndësishme është që bota ta kuptojë se thelbi nuk është që ne në kushtetut të shtojmë bullgar, të jem më i sakt, sipas të dhënave nga regjistrimi i fundit, mbi 800 qytetarë që janë pjesë e komunitetit bullgar tek ne thonë se gjuha e tyre amtare është bullgarishtja. Të jemi të qartë. Kjo nuk është thelbi. Thelbi është përpjekje për inxhiniering të krijohet komb i ri Maqedonas, që është rezultat i vendimit të Komintenës i vitin 1945, dhe se ky komb i ri Maqedonas përdor gjuhë të re maqedonase, sepse bëhet gjuhë zyrtare si vitin 45 dhe i ka rënd e Bullgarisë. Kjo është esenca. Çdo kush që nuk e sheh këtë, ose është analfabet politik apo nuk duhet të merret me politik. Këtë sakt e dinte Bujar Osmani, sakt e dinte se çfarë bënte. Drejt për drejt vendosi thik në identitetin e Maqedonisë dhe këtë nuk do ta harrojmë. Asnjëherë nuk do të harrojmë, duke pranuar propozimin francez. Drejt për drejt ka vendosur gozhd në duart dhe këmbët e identitetit të Maqedonisë, por ne do të luftojmë. Çdo kund, efektet shihen nga kjo luftë. Nuk kemi alternativë tjetër. Do të luftojmë deri në fund, derisa të mundim. A do t'ja dalim? Nuk e di. Këtë e them sa herë. Nuk e di. Por a kemi simpati? Dhe shumë shtete dhe shumë politikan e miratojnë këtë që po e bëjnë, dhe argumentet e tona a marrin zë? Po, marrin. Gjeneratët e ardhshme a do të ballafaqohen me Kovacevski, Osmani, Maričić e kështu me radhë? Me siguri. Qytetarët janë të kujdesshëm dhe nuk do të lejojnë ata persona të vendosin gozhda të reja në identitetin e Maqedonisë. Nëse do të ishte ndryshimi i kushtetutës dhe shtimi i disa qindra i bashkëqytetarëve tonë që thonë se janë pjesë e komunitetit bullgar, atëherë pse u dërguan amandamente me identitetin e tanishëm? Pse nuk respektuan vendimet e gjykatës e Strasbourg dhe nuk pranohet, nuk i lejohet popullit Maqedonës në Bullgari të ketë përfaqësues në këshillin e pakicave me romët, jehudët, turqit, ermenët e kështu me radhë. Pse? Nëse është problemi vetëm ndryshimi i kushtetutës. Andaj e tërë bota sheh dhe gjykon. Dje thash, do ta përsëris sot, nëse më 24 qershor nuk ka lënë Komisioni për Punë të Jashtme në Parlamentin Evropian rezoluta ku qartë thuhet identiteti shekullor dhe gjuha shekullore, qartë thuhet, atëherë nuk është problemi ndryshimi i kushtetutës.
Problemi është identiteti dhe gjuha shekullore maqedonase. Kryeministër, qëndrim të shkurtër statusit të Aleksandar Natsev nga partia, çfarë marrëdhënie ka me Aleksandar Natsev ka qenë pjesë e qeverisë së VMRO DPMN-s në periudhën 2016-17. Ka kreu një funksion atë periudhë dhe këtë e di si gjë të fundit që lidhet me Natsevin dhe inkuroj prokurorin të vazhdoj edhe më tej që të punoj dhe nëse kush do qoftë mendon se ka përjetësi në këtë rast, flasim për tragjedin e të mërshme në Korçan, të ndërmarr dhe ne do të ndihmojmë. Kryeministri para disa ditëve u zgjodhën zëvendës ministri i bujqësisë dhe i shëndetësisë, ministri. Mbeti mbrojtja e Bush. Kuj do të takoj ky koltuk? Dhe a mundet ta marrë PDSH këtë post nëse është pjesë e qeverisë? Nuk mund të them sepse asgjë nuk është përfundimtare, kur të jetë përfundimtare mediat do të informohen. A flisni për zgjerimin e shumicës sepse kanë ngecur disa ligje në kuvent që kërkojnë patentën. Po, ajo që opozita po e bën në parlament është pa precedencë, sepse këta njerëz 6 muaj nuk mund të marrin pagë. Propozimi jonë është që ata njerëz, sipas ndryshimeve që ata e votuan atëherë, të kalojnë në Ministrinë e Drejtësisë që të mundet Ministri i Drejtësisë të nënshkruajë pagë për 6 muajt e kaluar. Që mos të him në proces të krijimit të mënyrave të tjera të shumicës që duhet për të votuar këtë ligj. Dhe më pas, menjëherë të fillojmë procedurë që të votojmë ndryshime në ligj tjetër që ky inspektor do të jetë organ në agjencinë. Sepse agjencia është ajo që krijon politika rreth përdorimit të gjuhës shqipe, kurse inspektorati duhet të realizojë gjegjesisht të kontrollojë nëse këto politika realizohen. Në këtë moment është shumë e rëndësishme pa politizim ti votojmë këto dy gjëra që njerëzit të marrin paga. Unë nuk dua në skenare tjera të hym si qeveria kështë më radhë. Ju lutem njerëzit le të marrin pagë. Këtu nuk ka politikë. Siç votuan ligjin tjetër, edhe këtë mund të votojnë. Asgjë nuk të humbën, do të tregojnë madhështi. Kryeministri një pyetje. Deri ku janë pakoja e reformave për zhvillim dhe a do të arrini deri në 30 qershor të miratohen në kuvent. Faleminderit për një pjesë e ligjeve reformuese dhe reformave kanë përfunduar. Në seancën e djeshme të qeverisë kaluan 4 që janë pjesë e administratës publike, ndërto është edhe ligji i nënpunësve administrativ. Dhe mendoj që nga dalë për sigur po e mbajmë këtë vend të parë që e kishin në grupin e Ballkanit Perëndimor, firmosën me Bashkimin Evropian marrëveshje për politikë të përbashkët të jashtme. Gati disa muaj pas nesh Serbia dhe disa vende tjera. Transhen të parët e tërhoqim dhe të parët do të bëjmë këtë detyrim. Dhe çdo të rëkohën do të jemi të parët. Të tregojmë se ne vërtet jemi frontmen, por me rezultate, jo me politikë. Për fat të keq ka pengesa të tjera që nuk varen sa rezultat kemi ne. Por varet a do të zgjidhni problemin në shekullin e mesëm apo jo. Më fal, edhe një pyetje për patentërin e kuvent. A keni plan konkret? Si do të kaloni këtë problem? Mendojmë, kemi plane. Nëse nuk jetë kjo, do të jetë ajo. Nëse nuk është kjo, do të jetë plani i tretë. Është shumë normale, nuk mund t'i lëm njerëzit pa paga 6 muaj.
Nëse dikush nga opozita shqiptare tenton të ushtroj, të pengoj këtë, ne do të bëjmë çmos që kjo të bëhet. A ka negociate që shumica të zgjerohet? A ka negociata për këtë që mos këtë problem në asnjë rast tjetër me botën tjetër? Sidomos pas kësaj që ndodhi me Taravarin? A ka disponim që kjo të zgjerohet? Është logjike, faleminderit për pyetjen. Logjike është që flasim, negociojmë, diskutojmë gjithçka që do të arrihet, por opinioni do të informohet në kohë. Nuk dua tani para kohë të flas për spekulime. Mikrofon. A do të shkarkohet prokurori publik? Qeveria kishte qendrim për këtë çështje. Kjo pyetje për shumë nuk kam çfarë të shtoj tjetër. Ju faleminderit.